Nuk e di nëse me sa më konfirmuan nga regjia nuk ndodheni në Romës, apo jo? Jo, në Romës jemi, po jemi në zonë që është bllokuar rruga. A mund ma tregoni dhe si është situata në këtë qaste? Në këtë qaste është e kalueshme momentalisht. Çfarë do thot momentalisht? Momentalisht sepse kanë sjellë një padron në mëngjes dhe kanë hapur, se nga që e hapën dije, domethënë në pasdite, ishte bllokuar prapë dhe në mëngjes e kanë hapur prapë. Cili është shqetësimi juaj në raport me situatën tuaj? Shqetësimi jonë është që ne kemi 2 vite dhe nuk na bëhet zgjidhje gjatë bearit, domethënë që mund ta pastronin këtë pjesën e dherave që na kanë shkaktuar këto firma që punojnë këtu. Për çfarë punojnë ato firmat aty? E kemi kërkuar. Si? Për çfarë punojnë ato firma? Po hapin rrugë apo marrin? Jo, ato firma janë private dhe nxjerrin qymirin për pjesën serën në bitumi. Okej. Janë private. Dhe kanë shkatruar rrugën. Kemi kërkuar zgjidhje, domethënë sepse ka 2 vite ky problem që zgjat. Kemi kërkuar zgjidhje gjatë bearit në bashki që ta pastronte bashkia. Dhemi në bashki dhe flasim me kryetarin dhe i themi kryetarit e kur e takojmë kryetarin që takojmë në rrugë, që i themi për rrugën e fshatit që ka 2 vite që ne ankohemi për këtë rrugë, plus edhe ujë që kemi 15 ditë pa ujë për të larë sytë, jo për të pirë që nuk ka dhe nuk ka, sa shuvi. Dhe kryetari na tregon rrugën që ne të kalojmë në rrugët që na ka bërë kryetari, se fshatin Romës nuk i ka hedhur kurrë sytë. Dhe as nuk ka ndërmend për t'i hedhur, se kështu thot, kaloni nga Karbunari, thot, dhe i vini nga Gorrishti, në fshatrat e tjerë. Pavarësisht se edhe ande nga ana jep zgjidhje kryetari, rruga është e prishur, por gjithsesi kryetari do të tallet. Pa është tallje kjo? Po normale, që është tallje sepse atje nuk kalohet. Është e pakalueshme. Edhe është e pakalueshme vetëm në periudhë shirash apo gjatë gjithë vitit? Jo, ajo rrugë që kryetari na jep ne për zgjidhje, ajo nuk është e kalueshme fare. Do sepse është shumë keq, ka çaku gropa nga rrëkete e ujit të shirave. Ajo atë rrugë nuk është bën zgjidhje asnjëherë. Sa banor janë në Romës dhe mbi të gjitha një pyetje që jam i detyruar ta bëj duke pasur parasysh çka ka ndodhur në Shqipëri kohët e fundit. A ka interes për shkak të përfitimeve financiare që mos të ketë banor nëpër Romës, nëpër këmbë? Interes tani ata nuk kanë, kupton, vetëm në kohën e vontimit kanë interes, se Romë si jashtë 70 banor sot për sot. Sot që banorin jashtë 70 banor. Dhe tani është ajo që sot thoshte kryetarin Ertil Bellaj kur erdhi që të kandidonte, që kandidoi për kryetar bashkie, thoshte që varet në arsie votave, po morën vota më shumë do bëhet rrugë Romësit. Në fshatrat e tjera. Edhe pse nuk varet fare nga votat, varet vetëm nga projektet, po